përdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar. Policia ka njoftuar se kanë siguruar prova të mjaftueshme se zyrtari në KRU Hidromorava në Gjiljan ka keq përdorur detyrën e tyre zyrtare. Të shohet se antarë të komisionit të kësaj kompanie të caktuar për zhvillimin e procedurave të 2 konkurseve për punësim i kanë dhënë pyetjet përgjigjet e testit me shkrim, duke favorizuar njërin prej kandidatëve i cili të nesërmen do t'i nënshtrohej këtij testi me shkrim. Antarët e këtij komisioni janë intervistuar nga hetuesit dhe gjatë intervistave është kuptuar se i dyshuari VM i lindër më 1984 ja kishte dhënë pyetjet e testit me shkrim paraprakisht një kandidati. Prokuroria e Pejës për 3 muaj ngriti 580 aktakuza. Prokuroria themelore në Pejë ka njoftuar se për periudhën 3 muajore janar-shkurt mars ka ngritur gjithsej 580 aktakuza kundër 658 personave për vepra të ndryshme penale. Nga Departamenti i Krimeve të Rënda, Departamenti i Përgjithshëm dhe për të mitur, prokurorët e shtetit kanë ngritur 580 aktakuza ndaj 658 personave për lloje të ndryshme të veprave penale nga Kodi Penal i Republikës së Kosovës. Mesatarja për muaj e ngritjes së aktakuzave është 193, kurse personave të akuzuara rreth 220 persona të akuzuar për një muaj pune. Në njoftimin e tyre thuhet se janë të përkushtuar në luftimin e dukurive negative dhe gjithë atyre personave që bien ndesh me ligjin. Nga nesër për qytetarët e Kosovës do të nisë implementuarje vendimi i shtrenjtimit të energjisë elektrike. Mesatarisht 16.1% do të paguajnë më shtrenjtë qytetarët për energjinë elektrike, të cilën e shpenzojnë. Përfaqësues të zyrës së rregullatorit për energji, të cilët përgjatë 4 vjetëve 3 herë e kanë shtrejtuar energjinë, e kanë justifikuar vendimin dhe nuk kanë marrë për bazë protestat e as komentet e konsumatorëve dhe as të presidencës, të cilët kanë kërkuar që të mos ketë rritje dhe kanë shprehur drojën se kjo do të nxjisë një val të reinflacioni. Nga 1 maj, faturat e energjisë elektrike do të rriten mesatarisht për 16.1%. E pikërisht nga 1 maj, shumë furra buke e kafiteri kanë paralajmëruar shtrejtim të produkteve të tyre për shkak të çmimit të rrymës. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka njoftuar se kryetari i kësaj partie, Lumir Abdigjiku, pas punimeve të Kongresit të Partive Popullore Evropiane, ka kërkuar njohje nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, që deri më tani nuk e kanë bërë këtë veprim. Në komunikatën zyrtare të lëshuar nga partia, bëhet e ditur po ashtu se Abdigjiku kishte prezantuar para homologëve të tij arritjet e Kosovës në fushën e reformave demokratike, ekonomike dhe avancimit të drejtave të njeriut. Ndër të tjera, kryetari Abdigjiku kishte ngritur shqetësime për ndërhyrjet e vazhdueshme të Serbisë në Republikën Sovrane të Kosovës. Abdigjiku në Kongresin e Partive Popullore Evropiane u takua dhe me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidenten e Parlamentit Evropian Roberta Metsola, kancelarin e ri gjerman Friedrich Merz e lider të tjerë. Ndërsa presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatović, ja ka kthyer kuvendit për rishqyrtim njërin nga 2 marrëveshjet që qeveria e Malit të Zi i kishte nënshkruar me Emiratet e Bashkuara Arabe, atë që i hapte rrugë dhënies me qira të plazhit të madh të Ulqinit. Sipas asaj marrëveshje, Mali i Zi do t'ia jepte plazhin e madh me qira për 99 vjet kompanisë Emar të biznesmenit arab Mohamed Al-Abarit, që do të ndërtonte një kompleks megaturistik në Ulqin. Milatović, i cili dekretoi ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim ekonomik, nuk e bëri të njëjtin edhe me ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e turizmit. Kthimi i këtij ligji nga Milatović e detyron kuvendin që të votojë sërish për të. Nëse ligji miratohet përsëri, ai do t'i dërgohet sërish Milatovićit për nënshkrim dhe ai është i detyruar ta nënshkruajë dhe ligji hyn në fuqi. Ndërsa presidenti i entitetit të Republikës Serbe Milorad Dodik në Bosnjë dhe Hercegovinë u drejtua publikut pas një takimi të koalicionit qeverisës në Republikën Serbe, duke bërë një sër deklarata shfyese, të cilat kanë shkaktuar reagime të shumta në opinionin publik vendor dhe rajonal. Gjatë fjalimit, Dodik deklaroi se Bosnja dhe Hercegovina po shpërbëhet dhe se gjurma e saj kundërmon nga çnjerëzia. Ai hodhi poshtë në disa raste legitimitetin e përfaqësuesit të lartë Christian Schmidt, duke i quajtur jo legjitim dhe pretendoi se muslimanët, siç i quan ai bosnjakët, i pranojnë vendimet e tij dhe shpresojnë në pjesën e dytë të lojës. Gjatë këtij fjalimi pati edhe thirrje të drejtpërdrejta ndaj bosnjakëve që të kthehen në fenë ortodokse, duke pretenduar se Bosnja dhe Hercegovina në atë rast do të ishte kryesisht serbe dhe se vetëm e tillë mund të ekzistojë. Me kaq që përfundojmë edhe këtë edicion informative, ju vazhdoni të qëndroni këtu me Gonxhën dhe kolegët tjerë. Mirupafshim.
Enis, faleminderit shumë edhe për këto informacione që i solla në kuadrët e emisionit Mëngjesit. Miqdashur, në këtë